Procesi për dosjen e rrëmbimit dhe zhdukjes pa gjurmë të trupit të eliminuar fizikisht të Jan Prengës më 17 janar të vitit 2020 në Kamës, i cili më pas u dërgua në kompleksin Golden të Altin Hajrit në Shijak, ka hyrë në një tjetër fazë. Gjyqi për të pandehurin pothuajse të vetëm të fashikullit të parë kopshtarin e kompleksit Festim Bexhildi, po vijon në apelin e GJKO-s teksa shkalla e parë kishte dënuar me burgim të përjetshëm, ndërsa gjykata e lartë e ktheu çështjen në apel. Prokuroria e SPAK Elida Kaçkini depozitoi edhe prova të reja për çështjen. Kemi një kërkesë tjetër duke qenë se në kuadër të procedimit penal janë kthyer përgjigje dhe janë dërguar letër porosi, konkretisht komunikime në Sky mes të pandehurve, proces që po ndiqet edhe në GJKO. Janë me interes të këtij procesi referuar dhe vendimit të gjykatës së lartë për rikthimin e çështjes këtu. Është kthyer proces verbal i identifikimit të pinj të Dritaner Xhepit, Gentian Funishit dhe Altin Hajrit. Komunikimet lidhen me ngjarjen për të cilën akuzohet dhe Festim Bexhildi. Ne vlerësojmë se këto komunikime janë në interes të këtij procesi, u shpreh prokuroria e SPAK. Mëtej ajo shpjegoi se janë kryer edhe veprime për të pandehurit e tjerë të çështjes. Për Dritaner Xhepin është marrë edhe letër porosia edhe për të pandehurin Altin Hajri, i bashk pandehur në një gjykim në GJKO, dhe njëkohësisht është marrë dhe praktika që është dërguar nga autoritetet franceze që tregon mënyrën se si janë marrë komunikimet Sky dhe janë bërë pjesë e procesit. Sa i përket komunikimeve në Sky ECC mes Dritaner Xhepit dhe të tjerëve për rrëmbimin e këtij shtetasi, komunikimet e Altin Hajrit, Gentian Funishit dhe shkresat që janë dërguar nga Ministria e Drejtësisë për marrjen e akteve, vijoi prokuroria duke renditur provat me rëndësi që sipas saj faktojnë përfshirjen e organizatës kriminale të akuzuar, ku një pjesë të dyshuarve po procesohen më vete. Bexhildi është i vetmi i dënuar deri më tani, pasi kopshtari i kompleksit sipas hetuesve nuk tregon vendin ku është dërguar trupi i Prengës. Gjykata pranoi kërkesën e avokatëve për të njohur me aktet e prokurorisë së posaçme dhe seanca e radhës u la për në datën 13 maj në orën 9. Prenga u rrëmbye dhe u zhduk si hakmarrje për grabitjen e një ngarkese me mbi 100 kg kokain në portin e Portsmouth në Angli nga vëllai i viktimës. Kërkesë që i përkiste organizatës në fjalë që sipas hetuesve drejtohej nga Dritaner Xhepi nga burgu në Ekuador. Ky i fundit e ka mohuar implikimin në çështje, teksa organizatori tjetër Altin Hajri, pronari i kompleksit Golden, ku ndodhi krimi, ende rezulton në arrati. Bexhildi u dënua fillimisht me burgim të përjetshëm, por më pas vendimi u prish nga gjykata e lartë duke e kthyer për rigjykim në apelin e GJKO-s, që më parë kishte konfirmuar. SPAK dyshon se Bexhildi ka djeni ku është fshehur apo asgjësuar trupi Jan Prengës, por ai e ka mohuar një gjë të tillë.